lodhje nga zgjedhjet apo pakënaqësi nga partitë? Pse ra pjesëmarrja në zgjedhje? Zgjedhjet e fundit në Kosovë kanë sjellë një sinjal që po ngjall shumë debat. Pjesëmarrja më e ulët në rivite. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 36.88% e qytetarëve kanë dalë në zgjedhje, duke shënuar nivelin më të ulët në 5 ciklet e fundit zgjedhore apo nivelin më të ulët të pjesëmarrjes në 7 vitet e fundit. Në krahasim me zgjedhjet e mëparshme, rënja është e dukshme, pasi më herët pjesëmarrja ka qenë mbi 45%. E kjo situatë po ngrej shumë pyetje. A janë qytetarët të lodhur nga zgjedhjet e shpeshta, apo rritet pakënaqësia me partitë politike, apo zgjedhin disa qytetarë të mos votojnë fare, apo madje të zhvlerësojnë votën e tyre si formë proteste. Gjithashtu, nuk përjashtohet as fakti që një pjesë e qytetarëve kanë qenë jashtë vendit gjatë periudhës së zgjedhjeve. Por pyetja kryesore mbetet: pse po bie dalja në votime në Kosovë? Është kjo një shenjë e zhgënjimit, mosbesimit apo thjesht mungesë interesi? Ju si e shihni këtë trend?